Na shohim sot tek njerëzit çuditëra, ekstreme, për atyre që pretendojnë Islamin, pretendojnë pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pretendojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj nuk tham e veprojnë, po tham i vërsulen kufrit dhe shirkut nga më shumë se një derë. I vërsulen, nuk tham e veprojnë, i vërsulen me turr xahilietit, ignorancës nga më shumë derë. Për shkak të realiteti, na duhet shumë sot me mësu fejnë Allah subhanahu wa taala. Na duhet shumë preokupohemi me njoftë Allahun xhela xhelaluhu. Nuk duhet më mjaftu një prej neve me një libër duke lexu ose me një prezantim të një libri të akides dhe me thonë e kum gune këto meselë të akides. Jo vëllai dashur musliman. E ki lexu një libër, lexo edhe një tjetër tash. Ato meselë të besimit janë çato meselë, nuk ndryshojnë, çato të njëjtat janë. Vetëm se përsëritje se nevoja është shumë e madhe.